Në një kohë kur bota punës po ndryshon dita ditës, ne të rinjt kemi nevojë për një mbështetje, për një rrugë drejt suksesit dhe të ardhmes së përmbushur. Gjatë përvojës time për 22 vite si mësuese, e kam ndier mungesën në një strukturë të organizuar në lidhje me këshillimin e karrierës. Nëpërmjet trajnimeve të realizuara nga Ministria e Arsimit dhe Sportit dhe UNICEF, ne tashmë kemi mundësinë t'i orientojmë dhe udhëzojmë nxënësit në mënyrën më të mirë të mundshme. Falë identifikimit të aftësive dhe mundësive që ata tashmë mund të gjejnë në lidhje me tregun e punës, nxënësit mund të orientohen më së miri drejt një karriere të sigurt apo një të ardhme që ndoshta do të ishte më e mira për ta. Më parë, mendoja se arkitektura nuk ishte për mua, por pas takimeve të vazhdueshme me mësuesen koordinatorë të shkollës tonë, sot kam vendosur të ndjek studimet për këtë degë. Udhëzuesi për këshillimin e karrierës, i përgatitur nga Ministria e Arsimit dhe ASKA posaçërisht, është një dokument shumë i rëndësishëm në institucionet arsimore, pasi së pari qartëson mirë rolin e koordinatorit të këshillimit të karrierës, dhe për të gjitha funksionet e tij, për rolin që ai ka në shkollë dhe për ndihmën që ai u jep të gjithë fëmijëve, nxënësve të shkollës. Nga ana tjetër, ka rëndësi sepse siguron një gjithë përfshirje. Përfshihen në të gjithë funksionin e shkollës, nga njëra anë prindit dhe nga ana tjetër të gjithë aktorët e shkollës, oficeri i sigurisë, shërbimi psikosocial, mësuesi kujdestar, të gjithë aktorët janë për të njëjtin qëllim, për atë që është më e rëndësishmja, fëmia. Nisëm me një vlerësim të nevojave në shkolla dhe hartuam një dokument politik me praktikat më të mira të Bashkimit Evropian për orientimin në karrierë. Trajnuam 5490 mësues dhe zhvilluam fushata për të nxitur arsimin profesional bazuar në aftësi. Tani nuk kam asgjë të bëj. E di që kam zgjedhur me mendje dhe me zemër.